Si është e vërteta e librit të shenjtë Kur'anit, ama tregon? Patjetër që po. Është fjala e Allahut lartësuar, është libri i fundit hyjnor, të cilin e ka zbriti Madhi Zot, Allahu i lartësuar, herë pas here ka zbritur libra që njerëzit me to të udhëzohen, të drejtohen, të kuptojnë të vërtetën, të orientohen drejt adhurimit të Allahut lartësuar. Para Kur'anit, Zoti i gjithësisë ka zbritur libra të ndryshëm, siç është Teurati, Zeburi, Ungjilli. Por librat para Kur'anit njerëzit i kanë ndryshuar, i kanë devijuar, kanë shtuar dhe kanë paksuar në to. Ndërsa Kur'ani është i vetmi libër hyjnor, libri i fundit hyjnor, që Zoti i gjithësisë ia zbriti profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Pra, vula e profetëve. Kur'ani është zotuar vetë Zoti i gjithësisë që do ta ruaj, do ta mbrojë atë. Ne kemi zbritur Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. Kështu thot Allahu i lartësuar në Kur'an. Kur'ani është origjinal siç ka zbrit prej të Madhit Zot. Pra nuk ka në të ndryshime, nuk ka në të kontradikta. Ashtu siç i ka zbritur profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, vazhdon të jetë edhe sot dhe do të vazhdojë të jetë ashtu Kur'ani. Nuk guxon njeri ta ndryshojë, nuk guxon njeri të sjellë diçka të ngjashme, të sjellë diçka si Kur'ani. Kur'ani është fjala e Allahut lartësuar, lum për atë njeri i cili e lexon, lum për atë njeri i cili mediton fjalët e Zotit gjithësisë, lum për atë njeri i cili e praktikon atë në përditshmëri. Aty është udhëzimi, aty është e drejta, aty është e vërteta, fjala e Allahut lartësuar. Zoti na boft për atyre që e lexojmë Kur'anin, meditojmë fjalët e Zotit gjithësisë dhe e praktikojmë atë në përditshmëri, sepse praktikimi i Kur'anit, zbatimi i urdhrave të Zotit gjithësisë në Kur'an është shkak që njeriu të jetojë i lumtur në këtë botë dhe të fitojë lumturinë e përjetshme në botën tjetër.